kryqëzimit të Cerrikut dje nuk kalohet. Po pas u bajbake e rruga korridori gjithë të bardh, besoj të kenë zgjedhje. Kryqëzimi i Cerrikut mbetet një nga pikat më problematike për qarkullimin në qytetin e Elbasanit. Pas semaforit dhe shpesh papraninë e policisë rrugore, kalimi në këtë zonë kthehet në një sfidë të përditshme për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Situata përkeqësohet më tepër në prag festash, kur fluksi i automjeteve rritet ndjeshëm. Me kthimin e emigrantëve dhe bllokimin e bulevardit kryesor, trafiku bëhet i rënduar, duke krijuar vonesa të gjata dhe kaos në qarkullim. Edhe kam ju më makinë. Po për kryqëzimin e Cerrikut, a mendoni që Ma të merri mati Elbasanit, nuk kalohet. Do mos gjetë para ditës herë, është merë. Po çfarë zgjidhje mendoni se mund të jepet? Po pikalim paktën. Nuk kanë janë vetëm këto ditë e festave. Kupton? Po aty është e përditshme se datë 4-5 fillojnë shkollat. Po thuaj se kështu bën. Me raste kur bllokohet shumë, për shembull, që sa shumë ndërhyn policia që sa e shbllokojnë pak edhe i. Po prapë ngarkohet. A mirë, semafori zgjidh punë, nuk diskutohet. Sa aty piqen makinat kok. Po tjetë semafori, është jeshilja, kam drejtën e kalimit unë. Ka shumë trafik. Jes, drejt, darkë ka trafik. Më madhe është në boj shteti në mëri për kryqëzimin e Cerrikut. Shumë keq. Semafor, duhet se s'ban. Po të s'ka semafor as miq është. Nuk vlen. Është shumë e vështirë të kalosh në orë të caktuara, aty mund të rish përjetësh edhe gjysmore vetëm për të kaluar. Po cila mendoni se do ishte zgjidhja? Të bëj një bypass, një mbikalim, një soi që është bërë te pjesa e varrezave dhe pjesa e kinezëve, të bëj në mënyrë që kush ka për të shkuar vazhduar unazën e qytetit, vazhdoj drejt, ketë një mbikalim, ndërkohë kush ka për të shkuar për në rrugën Elbasan Cerrik apo për të shkuar drejt Belçit, dhe fshatrave për rreth mund shkoj pare mirë dhe të kështu lirohet trafiku.